është gazetare? Kemi dalë prapë për rrugën, asnjë lloj reagimi nuk ka shprap. A hera e 5 si po dalim, asnjë lloj përgjigje s'po morëm. Se ne rrugë do vazhdojmë pra protestat deri kur ta zgjidhim këtë punë. Për çka ke dalë sot? Unë për rrugën. Ramir Bab. Për çka kërkon konkretisht? Unë kërkoj rrugë e Luzit, është bërë si në 64. Në 64, në 75 në gjeni kemi shku. Nga Turbushi. Se Turbushi e lirë loci i diun se çfarë kanë bërë. Por ne nuk vinë tu. Jemi sërish me banorët e Luzit, kërkojnë vetëm rrugë që të bëhet rruga. Tani do i bëj thirrje forcave të rendit që i kanë marrë mbrëm telefon disa banorë dhe i kanë bërë presion, duke i marrë deklarata, nuk kanë asnjë lloj drejte, drejta protestës është e drejtë kushtetuese dhe janë drejtën atyre për me bë protestë ku duan ata dhe si duan ata, sepse duan që të rregullohet rruga. Në rast se drejtori i ARSH-s mund të ecë këtë lloj rruge, atëherë ti bëj thirrje këtyre banorëve. Kështu që protesta do përshkallëzohet, do organizohet dhe i peticion për ARSH dhe do kërkojnë drejtat e këtyre që kjo rrugë 1.5 kilometra që kalojnë 2000 kamiona në ditë të shtrohet me asfalt, jo me çakull, nuk duan çakull, duan asfalt. Kështu që protesta do përshkallëzohet edhe policisë larg duhet nga protestuesit.